nxitoni, ngutuni në xhenetin e Allahut, gjerësie e të cilit është sa qiell e toka. I ka pas dur me ka thonë, dhe i t'ja është të urme vënona me i në xhenet. Për shumë hinë namazë e thotë, që e të kry që t'loj e pëtëm. Loj të mu, e shtu namazën. Dikur s'falet heq që s'kon vakt. Këtu është, që ka e të mu, la e të zbru në bombat të mike, që s'po ki vakt, që e të mu. Që të tha në mesin të unë, nësë në gjëshët, është një miliarder. Një miliarder, tha. Gjda 3 ditë të e bën hatë me Kurani, tha, unë e një, se kom gjematëm. Përfacusi i gati 10 kompanive botënore në Arabinë Sauditëm, edhe ka vakt, apëm. Meri 10 përgëzu me xhenet. Pejgamberi mi ka përgëzu, filonin xhenet. Në dunjë, ata i gjallë të konë, ti në xhenet ti, ka thonë. Mas që sa fjallet të nërëzën, pejgamberi po i thotë Allah, që po të ma shumë. Kush i ka thonë pejgamberit? Allahu i ka thonë. A është dopsu zëllçmëria e veprimit të këta apo shtu? Këqyre që shumonë. është shtu si kurse një tro premtim s'kanë marë. Një tro përzim s'kanë marë. Pse? Pse ahireti ka ndërtu mentalitet të veprimit, të aktivitetit, të zëshmërisë. A i shtë në rrinë, ti thuj në gjenet e kime shku, në regullim për këtë punë, ama unë vazhdoj me bua ibadat, unë vazhdoj me bu mirë. Përshka këse ahireti më ka eduku me koni zëllshëm, me koni punëtorë. Andaj, ne presim nga besimtari të jetë i zëllshëm, nga besimtari a me qenë të zëllshëm, në punë, në aktivitet, në raport me Allah, në raport me familjen, me vetë vetën, në çdo aspekt. Kështu që prezenca e ahiretit përjashton egoizmin, sikur të them, përjashton kujtën, po përjashton dembelin. Përjashton dembelin. Shikoni të rrezë, pejgamberi me çka e kanë gjollë zëllshmërinë e sahabeve. Edhe në raste kritike. Edhe në raste kritike. Ka qenë një peshok i pejgamberit prezant në betejën e Uhudit. I ka pas dëhur më ndorë, me hungër, më mëlcu pak e tani me betej, me armikun. Pa në Kurejsh të Mekë, pejnë Mekë kanë arë, në Medinë me i sulmua, që me muaj, kanë dalë me mbrojt vendin e vetë, fejnë e vetë, familjet e tyne kanë dalë me mbrojt. Dhe i ka pas dëhur më ndorë. Ka thonë pejgamberi s.a.s. Sari'u, nxitoni, ngutuni në xhenetin e Allahut, gjerësie e të cilit është sa qiell e toka. E ka pas dur me ka thonë, dhe i t'ja është të urme vënona me i në xhenet. Pilo ke spihase i hatje, edhe vërsulave. A kupton këtë zëshmëri, këtë aktivitet, këtë ambicje, që pejgamberi i ka aktivizu, ai, për shumë hinë namazë, e thotë, që e të kry që të lojë, lojë të mu, e shtu namazën. Dikur s'falet heq që s'kon vakt. Këtu është, që ka e të mu, la e të zbru në bombat të mike, që s'po ki vakt, a që e të mu? Apo, korgjë, të nejtëm. Një gjemnat liun pa tanku, si problem, e kam tha problem shpejtësin, në kërë, Allah në falë, kësë mujë. Hishta, kur kënë se më të shku asë zgutna, ama tha i groj 150. Që të zgutna, i zgutna hishta, asë kam punë veç, s'moj tha mi groj 40. A e kuptan? Ka njerës të nëzër që, kur gjësë së të po, sen, aspreti kush për tiketi për, ama më dhe s'po kom vak më falë. S'po ki vak të lovë. Unë e këmë rastis njëre, në haqë kemi qenë të nëzër, në haqë këmë qenë, edhe në Mena, kur shukon haqë edhe në Mena, rrinë musliman të ty në Mena, edhe kalojnë në dynet që ty në Mena, ta është normal, ndronë situata, kalablak pa kalablak, e kështë në barat, po, këmë rastis me nejtë njëre në shator, kanë qenë do djetarë njërë të botës islame. Njëri folke për lezimin e Kuranit, me lezu Kuran. Edhe tha, veç përdu tha mi o thoni sen, tha. Që tu tha në mesin të unë, nësë në gjëshë, është një miliarder. Një miliarder, tha. Gjda 3 ditë tha bën hatë me Kuranit, tha, unë e një, se kom gjematë. Përfacusi i gati 10 kompanive botënore në Arabinë Sauditëm, edhe ka vakta. Në trafik skema, pëtën, ama hatë me bësë mundë, e kuptan? Që kjo është dembelia që e ka sëllë dunjoja edhe që na mungon zëllshmëria për ahiretit. I thumë mësë shmere në ngra këtë dërë, o, s'kina vakt, Allah. Lezo Kuran, bë dhikër, namazë me gjemat, vakt, dinamika jeta, dinamike. Po mirë, Allah, hani, po të kuptej fundit dikush, s'po du me arsetu, po flasë kuptim të një logjike të pranueshme. Vrapon nga nesër në me kuadro kapacitet, tjetëri milioner, e ka bu, tani jetima ka majtë shumë. Po ti qapi jep gazë, Allah, si të shku kërkon, Allah. Si a i tha, unë 150 grota, e që pa shku kërkon.
Tash kur gutesh sa jap ti apo? Nëse pa gut 150, kur gutesh, më vanu dikon sa jap. Mos vet thap. Smuje, kjo smuje. Andaj të ndodhë vëzër, ahireti t'jap zërshmëri, ahireti t'jap kapacitet për punë, arsyeshmëri me punu për kundër rrethanave dekurajuse. Sa që ka dekurajim, s'prish punë, muslimanit i mjafton inkurajimi i ahiretit për me konë i zëllshëm, me konë punëtor, kodi punëdhënës, produktiv për me konë, pavarësisht rrethanave, inkurajimit, falenderimeve, mirënjohjeve, s'prish punë këto. Këto e narshin mirë, mësarshin, nuk janë pjesë përbërëse inkurajimit, nga se unë inkurajohem për punë nga ahiretit.